Horoskopi ditor për ditën e diel 5 korrik 2026. Dashi, sot do ta ndjesh veten mes dy zgjedhjeve. Nga njëra anë dëshiron të mbyllësh një herë e mirë disa çështje që ju kanë marrë energji prej kohësh, dhe nga ana tjetër trupi dhe mendja juaj kërkojnë pak qetësi dhe pushim. Ndikimi i fuqishëm i Marsit në harmoni me Plutonin nuk do t'i lejojë të qëndroni gjatë pa vepruar. Brenda jush zgjohet një forcë e madhe e cila ju shtyn të merrni drejtimin e situatave dhe të mos prisni që të tjerët të bëjnë hapin e parë. Në punë ose aktivitete të përditshme, dita favorizon bashkëpunimet. Nëse dikush ju propozon një projekt, një marrëveshje apo një ide të re, mos e refuzoni menjëherë. Sot do të takoni njerëz që kanë ndikim pozitiv në të ardhmen tuaj. Fjalët tua do të kenë peshë dhe do të dini si t'i bini të tjerët me qetësi dhe siguri. Në dashuri jeni në një lidhje, partneri do të vlerësojë sinqeritetin dhe përkushtimin tuaj. Një bisedë e hapur mund të zgjidhë një keqkuptim të vogël dhe ta bëjë marrëdhënien më të fortë. Nëse je beqar, dikush mund të shfaqë interes pa pritur. Edhe financat kërkojnë vëmendje, nuk është dita për shpenzime të nxituara. Një ide që ju ka shoqëruar prej kohësh mund të kthehet në mundësi fitimprurëse nëse fillon ta marrësh seriozisht. Në mbrëmje do kuptosh se shumë gjëra po marrin drejtimin e duhur. Besoni më shumë te vetja, sepse po hidhni themelet e diçkaje që do t'japë rezultate të rëndësishme në të ardhmen. Ngjyra me fat është gri dhe blu, koha me fat është pasdita. Demi, sot energjia juaj do të jetë më e fortë se zakonisht dhe do ndjeni se është momenti për të vepruar. Çdo gjë që keni lënë pezull ditët e fundit po kërkon një zgjidhje. Ndikimi i Marsit me Plutonin ju jep vendosmërinë për të mos u ndalur derisa të arrini atë që dëshironi. Do ta kuptoni se suksesi nuk vjen rastësisht, por me durim, planifikim dhe punë të vazhdueshme. Në fushën profesionale është një ditë shumë e mirë për të organizuar projekte dhe për të vendosur objektiva të ri. Nëse keni menduar të investoni në një aftësi të re, diçka që mund t'ju ndihmojë në karrierë, mos e shtyni më. Mund të merrni dhe një lajm të mirë që lidhet me financat ose një mundësi që nuk e dije. Në dashuri, qetësia dhe besimi janë çelësi i ditës. Nëse je në lidhje, partneri kërkon mbështetjen tuaj. Beqarët mund të njohin dikë që fillimisht mund të duket interesant. Financat kërkojnë një menaxhim të zgjuar. Mund të gjeni mënyrë për të kursyer ose për të rritur të ardhurat. Në fund të ditës do të ndjeni krenar për vendimet që morët sot. Çdo hap i vogël do t'ju afrojë më shumë me stabilitetin dhe suksesin që kërkoni. Ngjyrat me fat e artë dhe jeshile, koha me fat është paraditja. Binjakët. Me Marsin që vazhdon të qëndrojë në shenjën tuaj, sot do të ndjeni plot energji, ide dhe dëshirë për të lëvizur përpara. Megjithatë, ndikimi i Plutonit ju ndihmon ta përdorni këtë energji me zgjuarsi dhe jo me nxitim. Në vend që të merrni vendime të nxituara, do ta kuptoni se disa plane kanë nevojë për më shumë kohë që të japin rezultatet e duhura. Në punë do të kesh mundësinë të tregosh aftësinë tënde. Idetë që ndan me të tjerët do të vlerësohen dhe nuk përjashtohet mundësia që dikush t'ju propozojë një bashkëpunim interesant. Në jetën sentimentale do të ndjeni më të lirë për të shprehur ndjenjat. Ata që janë në lidhje do të kenë më shumë afrimitet me partnerin dhe do të bëjnë plane për të ardhmen. Nëse je beqar, një bisedë e rastësishme do të kthehet si fillim njohje shumë e bukur. Mos ke frikë të tregosh personalitetin tuaj të vërtetë. Edhe financat tregojnë sinjale pozitive, por kujdes me shpenzimet impulsive. Mund të tundohesh të blesh diçka që nuk është e nevojshme. Mendohu 2 herë përpara se të nxjerrësh portofolin. Në mbrëmje do të ndjeni më të qartë për rrugën që duhet të ndiqni. Sot është nga ato ditët që mund të shënojë fillimin e një ndryshimi të rëndësishëm në jetën tuaj. Ngjyra e fatit e verdhë dhe e bardhë, koha e fatit mesditë. Gaforja. Kjo ditë ju jep mundësinë të mbyllni një kapitull që e keni lënë prej kohësh hapur, që ju lidh me kujtime, shqetësime, zakone që nuk ju duhen më. Marsi dhe Plutoni të japin një forcë të kontrollosh jetën dhe të mos lejosh që e shkuara të ndikojnë në të ardhmen. Në punë do të jesh shumë praktik dhe organizuar. Nëse ke patur mosmarrëveshje me një koleg ose bashkëpunëtor, dita është e favorshme që të sqarosh gjërat. Në dashuri, emocionet sot do t'i kesh të forta.
Partneri mund të shprehë ndjenja që nuk i kishte thënë më parë. Nëse je vetëm, mos u mbyll në vetvete. Një person që ju njeh prej kohësh mund të fillojë t'ju shohë me një sy tjetër. Financat përmirësohen nëse shmang shpenzimet e panevojshme. Mund të linë një ide që në të ardhmen t'ju sjellë më shumë siguri ekonomike. Është gjithashtu një moment i mirë për të rregulluar disa dokumente ose çështje që lidhen me pronën dhe shtëpinë. Në fund të ditës do të ndihesh i lehtësuar, do të kuptosh se ndryshimet që po bën tani janë ato që ti kërkon. Ngjyra me fat është blu, koha me fat është mbrëmja. Çfarë parashikon shtuna për shenjën e luanit? Aspekti i sotëm planetar rrit ndjeshëm përqendrimin, vetbesimin dhe aftësinë tuaj për të marrë vendime të prera. Ti si luan kërkon që të jesh hegemonist. Po të lidhesh direkt me ambicet e tua më të pastra, ti je i suksesshëm. Në sferën e marrëdhënieve po ndodhin disa përmirësime rrënjësore. Disa ndjenja të vjetra po rindisen me një intensitet të ri. Bashkëpunimi me një partner apo mik të ngushtë drejt një qëllimi të përbashkët do t'ju çojë shumë më shpejt drejt suksesit sesa mund ta kishe pritur. Keni vendosur që t'i jepni fund një problemi që zvarrite prej kohësh dhe keni të gjithë forcën e duhur për ta lënë pas shpine. Ngjyra e fatit është e portokallt dhe e ardhë. Koha me fat është paradite. Dhe tani kalojmë tek shenja e virgjëreshës. E dashur virgjëresh, pozicioni i Marsit me Plutonin ju ndihmon që të fitoni një terren të rëndësishëm në jetën tuaj profesionale. Është koha që të fokusohesh tek projektet që kanë një potencial afatgjat. Motivimi juaj më i madh buron nga ndjenja se po të jeni të dobishëm dhe po të kontribuoni në diçka të madhe, do të ndiheni superior. Gjatë gjithë javës keni patur një pasion për punën apo disa ide tua personale, dhe këto vijnë re nga e prorët apo nga kolegët. Ndoshta fillimi i javës që vjen do të jap një vlerësim për projektet e bëra gjatë kësaj jave. Keni të gjitha mjetet e duhura për të zgjidhur sfidat që lidhen me rutinën apo me shëndetin. Bëj kujdes me të nxehtin dhe pi ujë. Planet tua qartësohen dhe kupton saktësisht se cila është gjëja e duhur që të nevojitet në jetë e dashur virgjëresh. Për sa i përket ngjyrave më me fat për sot është ngjyra kafe dhe bojqelli, ndërsa koha më e favorshme për ju është mesdita. Kalojmë me shenjën e peshores. E dashur peshore, do të ndjesh se disa dyer do të hapen për ju. Njerëzit do të jenë të gatshëm t'ju dëgjojnë. Idetë tua të vështira do të duken të lehta. Energjia e ditës ju jep besim për të dalë nga prapaskena dhe të tregosh atë që di të bësh më mirë. Mos e nënvlerëso ndikimin që mund të keni tek të tjerët, sepse një fjalë apo vendim i marrë sot mund të ndryshojë rrjedhën në vazhdim. Në punë është koha të mospritshme që mundësitë t'ju vinë. Merrni iniciativa, prezantoni ide, mos ke frikë të kërkosh atë që meriton. Një kontratë apo një çështje financiare mund të merret me një sinjal pozitiv më shpejt se ç'e mendonit. Ata që punojnë në biznes, art, media dhe komunikim do ta kenë të lehtë të tërheqin klientë të ri dhe të krijojnë bashkëpunime fitimprurse. Financat në përgjithësi japin shenja stabiliteti. Në dashuri atmosfera bëhet e ngrohtë, nëse je në lidhje do të kesh më shumë dëshirë për të kaluar me partnerin. Do të kuptosh se biseda të ngrohta zgjidhin shumë probleme, më tepër se heshtja. Madje dhe familja ka nevojë për praninë tuaj. Një këshill që do të jep një person të afërt mund ta ndihmojë të zgjidhë një problem që e shqetëson prej kohësh. Në fund të ditës do të jesh e kënaqur me veten. Do të kuptosh se nuk është gjithmonë forca që sjell sukses, por zgjuarësia dhe durimi. Ngjyra me fat e bardhë dhe e verdhë. Koha me fat është pasdite vonë.
Sipas konfigurimeve astrologjike të Peskorikut 2026, dita do të dominohet nga trinji Mars-Pluton. Dielli ndodhet në Gafore në harmoni me Hënën e Peshë, ndërsa Mërkuri është në retrograd në Gafore. Kjo do të sjellë intuit të fortë dhe dëshirë për të përfunduar gjërat e nisura, por nuk favorizon vendime të nxituara apo fillime të reja. Për ju të Akripit, kjo ditë ju jep forcën të marrësh kontrollin e situatave prej kohësh që ju kanë lodhur. Mund të zgjidhni një çështje familjare, pronësie ose emocionale që ka mbetur pezull prej kohësh. Në punë apo një biznes, edhe pse është fundjavë, mendja juaj nuk pushon. Do të linë një ide që ja vlen ta bani shënim, sepse mund të shndërrohet në një projekt fitimprurës gjatë ditëve që do të vinë. Mërkuri retrograd këshillon të mos nxitosh me nënshkrime apo marrëveshje të reja. Është një moment shumë i mirë që të rishikosh planet ekzistuese dhe të korrigjosh disa gabime të vogla. Në dashuri do të bëhesh emocional. Një bisedë e sinqertë largon çdo gjë e cila ju lind dyshime. Nga ana financiare është një ditë e mirë të organizosh buxhetin dhe të mendosh për investime afatgjata dhe për të zgjidhur një çështje ekonomike që ndoshta nuk po ecën siç duhet. Mos e lejo krenarin t'ju pengojë që të pranoni qoftë edhe një këshill të vlefshëm nga dikush të cilit i beson. Ngjyra me fat është vishnje dhe e zezë, koha me fat është mbrëmje. Shigjetari. Komunikimi në këtë ditë do të jetë arma juaj më e fortë e dashur shigjetar. Çdo bisedë e rëndësishme që do të zhvillosh do të hapë një derë të re, qoftë në jetën personale apo edhe atë profesionale. Ju do të dini si të bini, të negocioni dhe të gjeni disa zgjidhje aty ku të tjerët shohin pengesa. Në dashuri, partneri kërkon më shumë kohë dhe vëmendje. Mos u jep shumë mas punëve, kushtoj vëmendje dhe partnerit, aq më shumë në fundjavë. Një udhëtim i shkurtër apo një aktivitet i përbashkët mund t'ju ofrojë më shumë. Nëse je beqar, një njohje në rrjetet sociale ose në një udhëtim mund të zgjojë një interes të veçantë për ty. Mërkuri është retrograd. Në financa, shmangni vendimet impulsive, sepse Mërkuri ju sugjeron të kontrolloni çdo dokument ose pagesë përpara se të veproni. Për sa i përket ngjyrave më të favorizuara është ngjyra vjollcë dhe ngjyra jeshile. Koha me fat është paradite. Dhe tani do të kalojmë ke shenja e Britsjapit. Sot për ju është një ditë ideale që të merresh me detaje. Në fakt Britsjapi është i dhënë mbas detajizmeve dhe kjo kërkon kërkime që të zhytesh me kokë ose në punë ose në detyra që ju mbushin me adrenalinë. Ndikimi planetar ju shtyn që të rindërtoni apo të ndërtoni diçka në mënyrë që jeta juaj të funksionojë më mirë. Do të investoni energji shtesë. Kjo që të organizosh financat, shtëpinë apo një pronë me vlerë. Ndoshta mund të ndihesh pak i lodhur. Si Britsjap ti kërkon perfeksion, je serioz dhe projektet që lidhen me përmirësimin e regjimit ushqimor dhe të shëndetit janë shumë të favorizuara. Prandaj mund t'i përkushtohesh pak shëndetit i dashur Britsjap. Lëre pak punën më njanë dhe fokusohu tek trupi. Frustimi që keni ndjerë kohët e fundit nga një situatë e caktuar do të kthehet në karburantin tuaj kryesor që të bësh ndryshime pozitive në ditët në vijim. Përqendrohu në gjërat thelbësore dhe tek shëndeti. Për sa i përket ngjyrave me fat, është bezh dhe gri. Koha me fat është mëngjesi i hershëm. Do të kalojmë tani tek shenja e Ujorit. Kjo ditë për ju ujor mbart një energji të madhe për sa i përket sharmit tuaj personal. Do të keni guximin të shprehni veten tuaj, pasionet tuaja. Keni disa gjëra që keni mbajtur për vete. Jeni në dyshim nëse duhet t'ua thoni dikujt apo sërish t'i mbani të kyçura. Megjithatë, pozicioni i yjeve sot thotë që mendoje mirë se kujt duhet t'ia thuash. Mund të vendosësh të zgjidhësh një konflikt të vjetër familjar apo në çift. Pasi jeni të lodhur nga probleme të mbartura dhe dëshironi të lini pas një herë e mirë.
Ndonë se Mërkuri ndodhet në retrograd, bëj kujdes me nisjet e reja. Aplikimi i energjisë tuaj në marrëdhëniet e tanishme do të sjellë thyrjen e barierave që ju mbajnë peng. Në të vërtetë, ju po mësoni shumë për kapacitetin që keni dhe zotëroni. Ngjyra e fatit është blu e çelët dhe koha me fat është 15:45 deri në 17:30. Çfarë parashikon horoskopi i datës 5 korrik për shenjën e peshqve? Një shtysë e madhe po vjen drejt jetës tuaj personale dhe familjare sot. Marrëdhëniet intime do të forcohen fal mbështetjes konkrete që po merrni apo që po jepni. Po përpiloni me saktësi cilat zona të jetës tuaj kanë nevojë për më shumë kujdes. Pa kujdes të shtuar, më shumë se zakonisht, dhe jeni gati të pranoni edhe sfidat që do t'ju vijnë përpara. Sot do të ndjeni shumë praktik dhe në të vërtetë jeni pak të shqetësuar për mënyrën se si e ardhmja po ju çon drejt vendimeve shumë të mençura, të cilat nuk i prisnin në këto momente. Marsi dhe Plutoni ju japin forcën e duhur për të lënë pas një problem emocional. Ndoshta keni patur një situatë toksike në shtëpi apo me njerëzit tuaj të afërt. Riorganizohuni dhe pastroni energjinë e ambientit ku jetoni dhe tuajën, dhe kjo do t'ju sjellë në mbrëmje një paqe të madhe shpirtërore. Për sa i përket ngjyrave më të favorizuara është e bardha dhe e zeza, ndërsa koha me fat është mbrëmja. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbarë.